Të nderuar përfaqësues të mediave. Ju dëshiroj mirëseardhje dhe në njëjtën kohë dua t'ju falenderoj që jeni përgjigjur ftesës, që jeni pjesë e kësaj preskonference, ku sot gjithë bashku do japim informata për gjithë ndodhit dhe projektet cilët do të ndodhin në të ardhmen në komunën e Çajirit. Bisakal da im se zablagodaram na site mediumi, znači što se za povikot što deneska ste tuka zajedno sa nas i se nadevame дека u narednive minuti ke vi informirame za site projekti i nastani što ke se случуваат во иднина во наша општина и кои проекти се одвиваат и во моментот. Значи во интерес на времето, јас ќе идам на албански, но ќе имате превод цело време и така што после тоа сигурно дека може да поставувате и прашања. Para se të filloj të elaboroj me projektet do të thonë për 2024 që i kemi fillu dhe projektet 2025 që na presin, unë shfrytëzoj rastin këtu në mënyrë publike para jush, do të thonë stafit tim, gjithë sektorëve, shefave të sektorëve, gjithë punonjësve, administratës, do të thonë t'i falenderojmë për kontributin dhe jemi komuna e cila me të vërtet ndjej kënaqësinë që punoj me një staf të mrekullueshëm. E them këtë pasi që në vazhdimsi, do të thonë, ne kemi punuar dhe kemi krijuar dhe rezultate, po të njëjtën kohë në këto 2 thirrjet e fundit nga qeveria, do thotë komuna e Çajirit me aplikimet, do thotë kemi arritur që 100% t'i marrim gjitha ato projekte cilët do thotë na takojnë si komunë dhe kjo është merit e këtij stafi dhe unë jam shumë falenderues dhe sot do thotë gjithë bashkërisht do jemi që njëtën kohë po të ketë nevojë diçka që të marrim informata dhe plus kuptohet që këtu i kemi njerëzit përgjegjës, më përgjegjësit për cilën sot ne mund të flasim lirshëm dhe t'i promovojmë këto projekte. Do thotë sot së bashku me ekipin tim kam kënaqësinë t'ju prezantoj programin e projekteve infrastrukturore që Komuna e Çajirit ka planifikuar për vitin 2025. Në Komunën e Çajirit, investimi në përmirësimin e infrastrukturës është një proces i vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm, me synim ndërtimin e një mjedisi më të sigurt, më funksional dhe më të zhvilluar për të gjithë qytetarët tanë. Me një vlerë totale, investimi që arrin rreth 8.7 milion euro për projektet infrastrukturore të vitit 2025 dhe mbi 2.7 milion euro për projektet tashmë në realizim në lagjet Dijon, Saatkull dhe Serav. Çajiri po shndërrohet çdo ditë në një vend më të mirë për të jetuar. Përmes këtij video materiali që do të shfaqim, do të keni mundësi të ndiqni nga afër investimet konkrete që synojnë modernizimin e infrastrukturës, përmirësimin e shërbimeve publike dhe krijimin e një mjedisi më të mirë për të gjithë qytetarët tanë. Po fillojmë me lagjen Dijon. Në këtë lagje po realizohet një investim i rëndësishëm për modernizimin e rrjeteve nëntoksore dhe përmirësimin e infrastrukturës së përditshme për qytetarët. Rekonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fekal në rrugën Halim Halimiq, rruga Imri Elezi, rruga Elena Gjika, rruga Ali Shevqet Shkupi, rruga Gjorgji Tomovski, rruga Ferit Zairi, rruga Vëllezërit Rexhepagić, rruga Luiq Gurakuqi, rruga Kemal Sejfullah. Rekonstruimi i rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën Fajk Konica, Dijoni 15, rruga Adem Mikolovci, Dijoni 17. Rekonstruimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit fekal edhe në krahun 11. Rekonstruimi i rrjetit të ujësjellësit në krahët hyrësit të lagjes Dijon. Krahu 1 hyrjen nga rruga John Kennedy. Krahu 2 hyrjen nga rruga John Kennedy. Krahu 5 hyrjen pas rrugës Halim Halimiq. Krahu 9 pas rrugës 208, krahu 10 pas rrugës 208, një pjesë e rrugës
Kemal Sejfullah. Në lagjën Saad Kull, po zhvillohen projekte të rëndësishme për forcimin e rrjeteve të ujësillësit dhe kanalizimit, duke përmirësuar cilësinë e jetesës për komunitetin. Rekonstruimi i rrjetit të ujësillësit dhe kanalizimit fekal dhe atmosferik tek rruga 1 pas poliklinikës në Bitpazar, rruga Çajirska pranë selisë së BFI-s. Rekonstruimi i rrjetit të ujësillësit tek rruga 178. Rekonstruimi i rrjetit të ujësillësit dhe kanalizimit fekal tek rruga Sevasti Qiriazi, rruga Kongresi Manastirit, rruga 177. Rekonstruimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik në rrugën 150. Rekonstruimi i rrjetit të kanalizimit fekal tek rruga 397 në Dërshë, rruga 157, rruga Kristian Todorovski Karposh. Në lagjën Serav, po krijohen kushte më të mira jetese përmes përmirësimit të rrjetit të ujësillësit dhe kanalizimit. Rekonstruimi i rrjetit të ujësillësit, kanalizimit fekal dhe atmosferik tek rruga Kovačka, zona Sauk Qeshma 1 dhe 2. Projektet e vitit 2025. Për vitin 2025, Komuna e Çajirit ka planifikuar investime të reja në vlerë për rreth 8.7 milion euro, duke u fokusuar në zhvillimin e infrastrukturës moderne, ndërtimin e qerdheve, përmirësimin e shërbimeve publike dhe krijimin e hapësirave të reja për komunitetin. Në lagjën Fushë Topan do të realizohen projekte që ndihmojnë zhvillimin e qëndrueshëm dhe rritjen e cilësisë së jetesës. Ndërtimi i qerdhës për fëmijë Borbardha, rekonstruimi i infrastrukturës rrugore në rrugën Lazo Tërpovski dhe në rrugën Ferit Murati. Rekonstruimi i rrugëve, rruga Ismail Qemali, rruga Mehmet Gega, rruga Metodia Mitevski, rruga Nikola Malishevski, rruga Gjorgji Pop Hristov, ndërtimi i një parkingu të madh në lagjën Fushë Topane, si dhe rekonstruimi i instalimeve elektrike në lagjën e Fushë Topanës. Në lagjën e njohur si Teneqe Mahall, që sot aty gravitojnë 2 universitete dhe është në rrugë të mbarë të jetë njëra ndër lagjet më moderne, domethënë të qytetit të Shkupit, jo vetëm të Çajirit, po parashikohen investime për rregullimin e rrugëve dhe përmirësimin e infrastrukturës lokale. Rekonstruimi i rrugëve tek rruga 1, rruga 3, rruga 5, rruga 7, rruga 9 dhe rruga 20. Në lagjën Çajiri i Vjetër, po investohet për të sjellë më shumë shërbime edukative dhe për të përmirësuar infrastrukturën ekzistuese. Ndërtimi i qerdhës për fëmijë Fidani, objekti Veseza. Rekonstruimi i rrugëve, rruga Parashqevi Qiriazi, rruga Dervish Hima, rruga Emin Duraku, rruga Strumiçka. Rekonstruimi i instalimeve elektrike në lagjën Çajir i Vjetër, rekonstruimi i sallës së sportit Partizan. Në lagjën Dijon do të vazhdoj përmirësimi i infrastrukturës me rekonstruimin e rrugës kryesore ekzistuese të lagjës së Dijonit. Në lagjën Topane Vjetër do të rinovohet rrugët të rëndësishëm për banorët dhe komunitetin lokal. Rekonstruimi i rrugëve, rruga Maksut Sadik dhe rruga Banacka. Në lagjën Serav po parashikohet ndërtimi i hapësirave sportive dhe përmirësimi i infrastrukturës rrugore. Ndërtimi i pishinës së mbyllur tek shkolla fillore Adem Jashari, rekonstruimi i rrugës Pançe Nedelkovski. Në lagjën Gazibab do të forcohet infrastruktura nëntoksore dhe do të rekonstruohen disa rrugë të rëndësishme. Rekonstruimi i rrjetit të ujësillësit në rrugën 210, rruga Avram Pishevski, rruga Bajram Shabani. Rekonstruimi i kanalizimit fekal në rrugën 155. Rekonstruimi i rrugëve, rruga Petre Gjurgjev, rruga Fannoli dhe rruga Stojna Stefkova. Në Qarshinë e Vjetër, po ndërmerret një projekt i rëndësishëm për ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore. Konservimi dhe restaurimi i kaldërmës në Qarshinë e Vjetër të Shkupit. Në lagjën e Dyçanxhigit do të përmirësohet infrastruktura bazë përmes rekonstruimit të rrjetit të ujësillësit dhe kanalizimit fekal dhe atmosferik. Çajiri po ndryshon çdo ditë. Çdo rrugë, çdo lagje, çdo investim i ri është një hap më afër, një të ardhmje më të sigurt
më moderne dhe më të zhvilluar për të gjithë qytetarët tanë. Ju faleminderit për vëmendjen. Kjo ishte pikat shkurtra për gjitha projektet cilët i kemi fillu, do me thonë me thirrjen e vitit kalendarik që u shpall nga ana e qeverisë vitit 2024 dhe do thotë thirrja e cila është ende dhe me sa e di dita e fundit është sot për aplikim. Do me thonë ne kemi aplikuar me gjitha projektet, me gjitha lejet dhe me plot kënaqësi e tham edhe kësaj radhe, ashtu siç ishim 100% do të thotë me projekte për t'i thithur mjetët që i ndan qeveria në bazë të kokës së banorit. Gjithashtu ne edhe këtë vit 2025 do me thonë kemi apliku me projekte që jam i bindur që 100% do të realizojmë, do me thonë gjitha ato mjetët cilat ndahen për komunën tonë. Shfrytëzoj rastin këtë qeveri ta falenderoj për mjetët që i ndan, për arsye se kjo do të jetë një revolucion i madh për komunat edhe do të jetë një hap shumë i madh për atë decentralizimin që ne flasim dhe e kërkojmë, do me thonë si pjesë e BNJVL-s, do me thonë dhe në të ardhmen mendoj që komunat do të kenë më shumë investime, do të kenë më shumë do të thotë hapësirë për të shërbyer qytetarët e vet. Kështu që ju kisha lutur nëse ka ndonjë pyetje, këtu jemi, por pyetjet edhe një herë vetëm kisha dashur ta ceki se do të jenë të lidhura direkt vetëm me komunën e Çajirit. Këto projekte në për investimet prej 7 milionë euro, në vazhtë mjetët prej kredit hungareze apo si janë? Po, do me thonë janë A janë këto të më falë në qytetë 8.7 milionë euro i veçmë, kanë arritur në zhvilluarinë e komunës apo shkon me pas? Jo, do thotë konkursi për të aplikuar deri sot është, edhe ne do thotë kemi aplikuar edhe ju kemi informuar çdo herë si mediume, do me thonë për shkak se në 2 faza i kemi bërë aplikimet, kështu që ato tash do merren, do shiqohen gjithë dokumentacioni i duhur, pastaj kuptohet që mjetët do lëshohen për të gjitha projektet. Praktika na tregon, ashtu siç kemi bërë për mjetët apo thirrjen për vitin 2024, ne kemi konkurruar me projekte, ne kemi bërë shpalljet për furnizime publike për të zgjedhur operatorët që duhet t'i realizojnë, por mjetët janë lëshuar pastaj direkt nga ana e qeverisë. Pas shqyrtimit të projekteve vjen edhe para. Po. Se i përket ndërtimin e qerdheve. Po. Fidani, Burballi dhe kështu. Po. Kemi fjalë për rekonstruim apo? Jo, bëhet fjalë për 2 qerdhe të reja, do me thonë që dukshëm mund të them që atje duplifikohet, do me thonë kapaciteti i nxënësve. Dhe ju duke ditur se komuna Çajirit është një komunë shumë e dendur, me një territor shumë të vogël, dhe një ndër kërkesat e mëdha ka qenë do thotë që të investojmë në aspektin e qerdheve. Edhe këtë jemi të bëjë, do me thonë me këtë thirrje, dhe mendoj që në këtë drejtim shumë do e zbusim kërkesat e prindërve që janë për t'i regjistruar fëmijët në qerdhe. Dihet kur pra mos i do të shoh se qerdha elektrike mos e ku? Po, tash janë të punu, do me thonë ekipët, për ta bë kyçin e ujësjellësit. Ne disa ditë më parë morëm, do me thonë, pëlqimin nga ana e ujësjellësit, ndarmarrjes për kanalizim dhe ujësjellës, dhe ne kemi drejta, do me thonë, ligjore tash ta bëjmë kyçin dhe ta furnizojmë me ujë atë qerdhe, dhe në njëjtën kohë duhet Ministria për punë dhe politikë sociale tash me trejen, do thotë demografi kështu me radhë, do thotë duhet që ta bëjnë shpalljen për ta pajisur atë qerdhe me inventarin e duhur për nxënësit. A mund të dim për procesi sa rrjetë ose sa kilometra rrjetë ujësjellës kanë vizuar do të investohet në bazë të projekteve grupuar? 8.7 milion euro me gjithë qerdhet, kështu nëse i ndajmë ne mund edhe ashtu t'ju japim informata parcialisht në të ardhmen, do thotë për çdo lagje, për çdo, por unë them se me këto projekte ne e modernizojmë, do me thonë, Çajirin në aspektin e infrastrukturës nëntoksore dhe zgjidhim një problem me dekada që ka qenë dhe ky investim neve na jep hapësirë në qëndtarmën për të realizuar planet detale në konform planit general, për shkak se një nga kërkesat kryesore është edhe infrastruktura nëntoksore. A
hapët këtore për sa i përket projekteve kur do të jenë përgjigja për këto 5 shtatë milion. Pan varet edhe prej qeverisë, sa më shpejt që na e kthejnë informata kthyese se jemi me projektet okay, atëherë domethënë ne me përgatitje me sektorin për furnizime publike, vetëm jemi të gatshëm, jemi duke punuar natë që të fillojmë domethënë të bëjmë edhe shpalljet, edhe unë jam i bindur që brenda këtij vitit të gjitha projektet të cilat janë parapon do të fillojnë. Si bie grafiku që e planuar konkretisht një rapash, koda të një shkrimi në tip të zezë. Çfarë do ndërmerrni ju si komunë, sepse pushojmë që shumë aksidente? Po kuptohet që këtu nuk do të ikë përgjegjësisë asnjë, as kryetari i komunës, as banor, do të jemi shumë më të vëmendshëm, por jeni edhe dëshmitar që ngjarjet që po ndodhen janë në rrugët të cilët menaxhohen nga qyteti i Shkupit dhe jemi dëshmitar që pothuajse 3 vite e gjys menaxhim me qytetin e Shkupit, qyteti i Shkupit nuk e pa të arsyeshme që asnjë vizë, asnjë sinjalizim të investojnë komunën e Çajirit. Dhe kjo e vështirëson domethënë funksionimin në komunën e Çajirit. Ju e keni rrugën Ferit Murati, ku me vite flas, edhe në mediumin e juj, konkretisht ku kam qenë musafir, kam folë që atje është bërë investimi 3 vite e gjys, rruga është pa asnjë sinjalizim, a në atë territor ne kemi 3 objekte edukative arsimore. Domethënë kemi qerdhe, kemi shkollë fillore dhe kemi shkollë të mesme, ku nxënësit kalojnë tër ditën nga një anë në anën tjetër, ne nuk kemi asnjë sinjalizim nga qyteti i Shkupit që duhet ta vendos. Dhe ju mund dilni dhe të inqizoni të shihni që në komunën e Çajirit, sidomos kur bie teri errësira, ne nuk kemi më viza. Ato janë në kompetencat të qytetit të Shkupit, ku flas edhe një herë për bulevarët të cilët i menaxhon qyteti i Shkupit. Shihet edhe shumë ndërtimin apo qytetarë konkretisht në komunë. Edhe kjo është dukuri e cila po na shfaqet, edhe ne si komunë, domethënë kemi marrë hapa, edhe pse jemi taksapagues dhe taksat shkojnë tek ndërmarrja e cila është përgjegjëse për grumbullimin e mbeturinave, por një gjë e tillë nuk e bën me kapacitetin maksimal dhe ajo e rëndon këtë gjendje. Sa për informat, do të thotë nga ish drejtorët e ndërmarrjes që i kemi marrë informatat në komunën e Çajirit, domethënë kosha për grumbullimin e mbeturinave në të kaluarën kanë qenë 530 kosha apo kontinjera që i thojmë gjuhën popullore, sot në komunën e Çajirit janë 320. Me çfarë arsye, unë këtë popullat, domethënë numri shtohet, numri banorëve është i madh, higjiena komunale e shet arsyeshme për t'i largu, domethënë ato kosha, ose për mos me investu nëse ato janë dëmtuar. Domethënë ne jemi taksapagues si gjithë qytetarët tjerë, edhe duhet të marrim shërbime si gjithë qytetarët tjerë. Po edhe aty domethënë qyteti i Shkupit e ka një ekopatrol, e cila duhet me funksionu dhe duhet me pa gjitha këto dukuri që paraqiten për t'i dënu, për t'i zanë. Në atë drejtim nuk investojnë as pak, ne si komunë e Çajirit, domethënë do të shqyrtojmë të lidhim marrëveshje me një kompani, jemi në procedurë sipër dhe prej këtyre ditëve shumë shpejt, domethënë do fillojmë me grumbullimin e atyne divaneve, atyne domethënë materiale të cilat nuk duhen të hudhen, për shkak se e kanë vendin e caktuar, por edhe qytetarët domethënë pa përgjegjshëm këtë po e bajnë, por po e shfrytëzojnë momentin se nuk po monitorohen nga njerëzit përkatës të cilët janë thirrur. Por ne do bëjmë zgjidhje në këtë drejtim, edhe pse thash, atë do e dëmtojmë edhe një herë qytetarin ton, për shkak se ne jemi veç një herë taksapagues, kështu që ne duhet ta bëjmë punën që dikush tjetër nuk e bën, a paguam për atë, atëherë duhet të shfrytëzojmë mjetën nga buxheti jon, cilët me të vërtetë ato mjete mund t'i shfrytëzojmë dikun tjetër. Kemi pyetje tjera? Nëse s'kemi, edhe një herë ju faleminderit shumë për respektin dhe mundësinë që na jepni domethënë nëpërmjet mediumeve të juaja të promovojmë projektet tona. Dhe jam i bindur që komuna Çajirit do të jetë në bashkëpunim të vazhdueshëm me gjithë ju. Faleminderit shumë.